pse? Sepse kultura është në duart e politikanëve. Po, ata kujdesen për të. Për bodrum. Ama e dini pse është në duart e tyre, a? Se ne volom. Se në kulturë ka finansave, a politikanët nga ana e kulturës mas shumë t'i duan finansët. Tham që skenarin e ka shkruar një burr, edhe pse batutat brenda të gjitha ishin shumë prograve dhe Sabedin Selmani, regjisori dhe skenaristi i monokomedis. Je i kënaqur në fund? Se ju artistët më duket nuk kënaqen, ke haruar edhe këtë ta përmendesh në monokomedi, që artistët asnjëherë nuk kënaqen me rezultatin. Normal si kërkoj për herë më shumë. Unë mendoj se jam shumë këndshëm i disponu, edhe nga aktivitetet tjera që kena mbaruar këto ditë, në kuadër të njëjtit projekt, po ashtu edhe në shfaqjen e sonshme. Mendoj se sonte kemi pas më shumë njerëz, edhe pse në këtë periudhë, diku në 10 natë radhazi, kanë ardhur njerëzit në kanë pa edhe provën e hapur. Edhe mendoj se shkoj si më miri. Shkoj shumë bukur, publiku e priti shumë mirë, sidomos gratë. Edhe burrat. Edhe burrat e pritën, ama nuk e di, a u ndjen pak si të kurur, nga që shumë hapësirë kishin, ose si me thanë, shumë hapësirë lije grave në tekst. Unë mendoj se shumë i mbrojë gratë. Parimisht kishte një humor që buron nga dhimbja, jo. Edhe mendoj se mu kjo është e bukur e po të njëjtës performansë. Besoj që do ketë repriza në vazhdimsi? Po, patjetër. Ka ndonjë plan konkret si tek qysh, sepse njerëzit do fillojnë të interesohen shumë të dinë kur jepet, si jepet? Në fakt në këtë periudhë kemi kthy dy shfaqje, edhe pandemi, edhe ball covidizmi, që mendoj se janë ndër dy projektet që unë i llogaris si fat në jetën time edhe tashës. Edhe e bukur e kritë kësaj është se njerëzit mezi presin me i pa, dhe shpesh ndodhen njëri që ka qenë prezent me një shok, dhe radhën tjetër shok nuk ka me një shok tjetër, dhe shumë pak reklam kemi bo në krahasim me atë se sa vizit kemi, edhe sa publik kemi. Dhe kjo shumë kanë shumë në disponat. Besoj që jeni një tandem i mirë ti dhe Aisha, si ka ndodhur që të lind bashkëpunimi dhe më pas që t'jetë i vazhdueshëm deri më sot? Ma ishem jemi në një periudhë më të gjatë që njihemi për arsye se ai ka qenë student tek ne, pastaj normalisht në ndërkohë kemi kriju disa punë që i kanë pëlqyer edhe tjerët dhe në ndërkohë kemi ndërtuar edhe shfaqje. Edhe tash jeni bashkëpunëtor, miq, Tandem. Miq. Dhe do vazhdoni që të sillni gjëra të bukura bashkë, apo jo? Besoj se po. Je i çlodhur sapçe për si vjet plot aktivitete? Sinqerisht ndihem shumë mirë kur mbarojmë një punë, por ne është shumë e rëndësishëm procesi. Megjithatë për njerëzit është nus produkti ajo që e finalizon këtë. Dhe kur ti e kupton se njerëzit janë poshtë lumtur edhe nuk largohen pas performansës, do me thënë kjo na shkakton kënaqësi të veçantë. E pash që kishe edhe reagime sepse ti ishe njeriu që e njihje tekstin, si është ta shohësh në skenë një tekst të gjallë, ta themi, sepse në letër kur është krejt ndryshe edhe kur inskenohet krejt ndryshe. Po njerëzit s'duan qeshin be, është kohë për të qarë. Po be ama edhe pa shaka nuk shkon jeta. Një burr i ulën në shtëpi vetë dhe dikush i troket nder. Kush është? Policia hapet derën. Pse? Po deshëm të flasim diçka me ty. Sa veta jeni? 2. Po foli shoqit ton datëherë. Thonë se krejt shakat me polici janë për burrat. Çfarë kërkon një bjonde në bibliotekë? Kur gjobe, nuk se ka konë dhe njëherë. Po, nëse shakat me policët janë për burrat, atëherë shakat me bjondet janë definitivisht për gratë. Një policë ndale një bjonde në udhë, e i thot, letrën e njoftimit, lutem, bjondja për panikës madhe, krejt panik, krejt frik, ja e pasqyrën. E merë polici, e shef. Pse be nuk kallzon se jemi kolegë. Flora ishte pjesë interaktive e shfaqjes edhe një person që ka qeshur shumë sonte, ajo është shumë pozitive. Si kalove?
Si kalova, nuk e di të qeshurat sa me zoj kom pas, po jëm knaq, jëm shkri në fakt. Kur qkojnë shpinja 2 kg më pak i kom. Apo, a vuan edhe ti nga mbi pesha, edhe pse je shumë e dobët? Jo, nuk vuaj nga mbi pesha, vuaj nga mbi ngarkesat e ditës. Kemi nevoj të qeshim shumë. Kjo ishte mbrëmje vërtet, tetova ka shumë nevoj për të qesh. Ka nevoj të del nga lëkura e vetë, nga përditshmëria e mërzitshme. Na kanë mbyt mediat me qato që i tha. Tema ishte e bukur shumë, po shumë e dhimbshme, po neve na bëri për të qesh. Ama kanali Luajdera nuk është prej atyne mediave që përmendi Ajshi, apo? Kalova gjithë Kalabrinë, asku nuk gjeta, si mëm Shqiprinë. Vajta kalova gjithë Kalabrinë, asku nuk gjeta, si mëm Shqiprinë. Anita ishe pjesë e bukur e kësaj shfaqje të themi. U integrove me këndim, është hera e parë që merë pjesë në një shfaqje teatrit, ta quajmë kështu, në një monodram? Në monodram, po. Mirë po kam marrë pjesë e vogël në shfaqje për fëmijë, njëjtë, do me thënë regjisor ka qenë Sabedin Selmani. Apo? Gjithashtu dhe në shkollë të mesme kam marrë në shfaqje të ndryshme, mirë po kjo është ere parë që marrë pjesë në një monodram me këndim. Kombinim me Aishën ishit perfekt, vetëm se unë e kam djerë se ti ke qenë personi që mësë shumë ti ke qesh gjatë shfaqjes, apo? Pa, është shumë e vërtet, kam qeshur shumë dhe vërtet jam djetë shumë relaksuar, që njeriu në kësi raste ka shumë nevoj për një relaks të tillë, sikur që ishtë mbrëmja e sotshme. Me çka qeshe më shumë? Me gjithë shka. Pjesa e Pjesët e grave ishin... Pjesa e dietave, pjesa e grave, sidomos. E dietave po shumë. Pa tjetër, seriale. E kemi gjetur vetën të gjitha gratë Të gjitha, po si. Jo bashkë të gjitha tash, të lutem. Me gjithse, në përgjithsi, në të gjitha pjesët, kam qesh, shumë kam qesh. Kemi shumë nevojë të qeshim për humor, apo jo? Pa tjetër, prandaj e thash që, do me thonë, nata e sotshme ishte një mbrëmje që njeriu ka shumë nevojë për një relaks të tillë, do me thonë t'i lë brengat jashtë dhe të futet këtu në Europe House dhe të ndjej një kënaqësi në shpirt. Cila ka qenë brenga më e madhe sot e Anitës? Brenga më e madhe ishte ajo se si doja dal, nga shkaku që ishte ere parë, kështu që isha në një monodram ku marrë pjesë me këndim, po ja dola. Si gjithmonë ja del shumë bukur edhe duke shumë bukur. Faleminderit. Për fund, ndonjë koncert së shpejti Helvete? Do me thonë pres përsëri një projekt si në vitin e ka... Jo, ende s'është viti kalum, do me thonë në muaj maj që mbajta koncertin tim. Jam në pritje të tillë dhe shpresoj që doja dalin, pa tjetër. Aisha, i ke bërë të qeshin shumë sonte njerëzit, besoj se të kam borsh nuk e disa minuta jetë, sa mendon se u ke fal njerëzve, minuta shtes në jetën e tyre? Një orë, gjysore? Më shumë, 1 orë, 20 minuta, 1 orë e gjys. Të pritën shumë mirë? Vjen shumë mirë që ju kam falë njerëzve busqeshje dhe orë të mira me energji të mirë, vërtet shumë bukur kalova, energjia ishte shumë fenomenal. Së është hera parë që ti luan në një monodram? Jo, nuk është hera parë. Nuk është monodram kjo, si quajmë ne? Po, monokomedi, në formë të stand-up. stand-upit, është më shumë monokomedi, nuk është bashkë klasik stand-up, është në formë të stand-upit. Diçka e përzier, apo. Gjithsesi ishte shumë bukur edhe temat ishin shumë qelluara, kush e ka bërë tekstin? Faleminderit, teksti edhe regjia është nga Sabedin Selmani. Po. Edhe interpretimi nga unë. Interpretim shumë i bukur edhe temat e parë se ishin krejt të qelluara. Sipas teje, si dukeshte publiku, kush reagonte më shumë me që përmbante dhe humor gjinor? Mendoj se krejt kishin reagimet bukra, gratë janë pakës më emocionale si natyre dhe reagojnë për herë më shumë, po se cili reagonte sigurisht edhe reflektonte besoj mbi ato tema që trajtohen.
A je kënaqur nga performanca sonte? Të thënë drejtën, po, për herë mundet më mirë, për herë mundet më shumë, po jam e kënaqur shumë për energjisë publikut edhe jam shumë e lumtur. A janë njerëzit që gjithmonë përkrahin ty, me që e pash se ishin njerëz shumë familjar, silleshin shumë ngrohtë me ty? Ishin pjesë e shfaqjes me komentet që bënin? Po, e mira e kësaj shfaqje është se ka kriju një publik të vetin, po sot kishte edhe njerëz që asnjëherë nuk kanë qenë, që asnjëherë nuk e Si kanë puna pa. ime për shembull. Edhe shpresoj prej sot më të kemi edhe ty pjesë të... Patjetër. Besoj do ketë repriza në Po, vazhdimsi? sigurisht do ketë repriza. Edhe të kësaj sonte që e pam, të pandemisë, edhe të ballkanibalizmit do ketë repriza. Mendoj për shumë shpejt, edhe ndoshta edhe në për qytetet tjera. Qa kishte diçka sonte që të bëri qeshësh? Ndoshta gjatë performancës tënde, ndoshta gjatë reagimeve të publikut? Shumë, ka shumë momente, sepse asnjëherë nuk e din çka ndodh, nuk e din kush si reagon, edhe ka reagime që me të vërtet më bëjnë shumë për qesh, për anës Kush të bënte publikut. qeshësh? Më duket Flora mas shumë që të Po, bënte qeshësh. Kemi fansin Aishës këtu, Agim Mustafaj nga Gostivari, që ka ardhur në përkrahje të Aishës, apo jo? Ashtu ma the. Patjetër, por edhe të regjisorit Sapçes, Sabedin Selmani. Si kalove sonte? Sonte u knaqë të qesh, gjë normale, si për here me Aishën, mirë po Aishja edhe kësa e respikati, mu për shtypje të veçantë mla fundi, gjithmonë ajo fundi si qërshia mbi tort, si i themi, rolin atë personazhin e Pazargjut se fikëputeshte Me serialin? prej asaj si jemi mësu, pa në lidhje me serialin. Edhe du të them, kishte goxha tekst, do me thëmë vetëm t'i mbajsh ment ato, po aq bukur ti luish, edhe ky kombinimi Sapçe dhe Aishja duket sikur janë kriju për këto monodrama ose për stand-up-e. Kaq di, kaq them.